Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin tonë Rrëfime Jete për të ndarë letrën e radhës. Letra brenda saj mban një histori që unë i bindur jam që ju zonjave të mia do t'ju shokoj dhe do t'ju trondis. Këtë letër ma ka shkruar një grua nga Maqedonia, e cila ka bërë një vepër të paimagjinueshme, një vepër që do vërtet guxim. Ka dhënë veshkën e saj kunatës së vet, por jetojmë në ditën e mos mirënjohjes, jetojmë në ditën e tmerit dhe kunata fatkeqësisht nuk ja di për nder veprën që e ka bërë kjo kunat. Dëgjojeni letrën që kunata ja kushton kunatës. E dashur kunat, nuk e di nëse do ta ndëgjosh ndonjëherë këtë letër, ndoshta po, por edhe ndoshta jo, por unë e kam mbajtur për vite të tëra këtë dhimbje në zemër dhe sot vendosa që ta nxjerr këtë dhimbje. Kur erdha në këtë familje, nuk të pash si kunatën time. Të pash si një motër, mendova se do të ndanim gëzimet, hallet dhe respektin për njëra tjetrën. Kur ti kishe nevojë për ndihmë, unë isha aty. Kur kishe probleme ti e dashur, unë të dëgjoja. Kur ti qaje edhe unë bashkarisht me ty. Pastaj erdhi ajo ditë që fatkeqësisht ndryshoi gjithçka. Mjekët të thanë se njëra veshkë nuk po funksiononte më. Familja u trondit, shtëpia u mbush me lot, me frikë edhe me ankth. Të gjithë luteshin për ty. Të gjithë kishin frikën nga e nesërmja. Mbaj mend fytyrën tënde atë ditë. Ishte fytyra e një njeriu që po humbiste shpresën. Dhe unë nuk munda në asnjë mënyrë ta duroja atë pamje. Kur mjekët thanë se duhej një dhurues, shumë njerëz realisht e ulën kokën. Disa kishin frikën, disa gjetën arsye dhe disa të tjerë heshtën. Ndërsa unë jo. Pa u menduar dy herë, bëra analizat. Nuk do ta haroj kur momentin kur mjeku tha: "Je e përshtatshme." Në atë çast, unë e dija se çfarë do të bëja. Njerëzit më thoshin: "A je e sigurt? Po fëmijët e tu, po jeta jote." Por unë në thelbe kisha marrë më vendimin. Sepse mendoja se po shpëtoja një jetë. Dhe ajo jetë ishte jotja. Kur hyra në sallën e operacionit, kisha frikë. Kisha shumë frikë. Nuk e dija nëse gjithçka do të shkonte mirë. Nuk e dija si do të zgjohesha, por unë pa hezituar dy herë, unë e bëra. E bëra sepse besoja tek familja. Kur hapa syt pas operacionit, ndjeva një dhimbje të tmerrshme. Trupi më diqte, nuk mundesha që të lëvizja, po kur më thanë se operacioni kishte sukses dhe se ti ishe mirë, më beso e dashur, unë buzëqesha. Ajo buzëqeshje më kushtoi shumë.
mu deshën muaj të tërë që të rikuperohesha. Net pa gjumë, kontrol pas kontroli, frikë për shëndetin tim. Por nuk u ankova, sepse mendoja se kisha fituar një motër për të gjithë jetën. Sa gabim që pas kam qënë. Me kalimin e viteve fillove që të ndryshoje. Fillove të më flisje ftohtë. Fillove që të më injoroje. Fillove të silleshe sikur nuk kishte ndodhur asnjë gjë. Jo se prisja të më falenderoje çdo ditë, jo se, por prisja respekt, prisja njerëzilik, prisja që të mos haroje. Kur njerëzit të më pyesnin për atë periudhë të vështirë, rrallë përmendje emrin tim. Sikur gjithçka kishte ndodhur vetë, sikur ajo veshkë kishte ardhur nga qielli, sikur dikush nuk kishte hyrë në ato operacion për ty e dashur. Dhe kjo më vriste shumë, më shumë se plaga në trup. Plaga e trupit u mbyll, por plaga e zemrës jo. Kam qarë shumë net, jo për veshkën, jo për sakrificën, por për mos mirënjohjen. Sepse kur jep diçka nga zemra nuk pret shpërblim, por pret të mos harohesh. Në ditët e festave më lije jashtë, në ditët e vështira nuk më telefonoje. Kur së muresha unë nuk vije të më shihje, kur kisha nevojë për një fjalë të mirë nuk e gjeja. Dhe çdo herë unë e pyesja veten, si ka mundësi, si mund të haroj një njeri atë që është bërë për të? Ndoshta jeta të ka mësuar të ecësh përpara, ndoshta mendon se e kaluara duhet haruar, por unë nuk mundem, sepse në trupin tënd jeton ende një pjesë e imja, një pjesë që e dhash me dashuri, një pjesë që nuk ta hodha kur në sy, një pjesë që nuk e përdora kur për të bërë të ndihesh borxhlije. E vetmja gjë që kërkova ishte respekt, dhe pikërisht atë respekti nuk ma dhe. Sot nuk po e shkruaj këtë letër për të të fajsuaj, por ta shkruaj sepse dua të çlirohem, kam mbajtur shumë dhimbje, kam mbajtur shumë heshtje, kam mbajtur shumë lot, dhe tani dua që lotët e mi t'i lëpas. Nëse një ditë e lexon këtë letër, dua ta dish diçka. Nuk jam penduar që të ndihmova ty, jo, nuk jam penduar. Po të kthesha pas në kohë, ndoshta do ta bëja përsëri, sepse kjo është natyra ime. Por më dhëm që nuk e kuptove kur madhështinë e asaj sakrifice. Më dhëm që ti nuk e vlerësove. Më dhëm që zgjodhe haresën. Dhe sot të fal.